Apel për mbështetje dhe më shumë për kujdesje institucionale për personat me aftësi të veçanta. Kjo ishte porosia që erdhi sot nga shoqata SOS Vita. Në një konferencë për media, kryetari i saj Ertan Shakiri kërkoi ndihmë urgjente financiare nga institucionet shtetërore, duke iu drejtuar edhe kryeministrit Christian Miskolski dhe komunës së Çajirit. Sipas tij, mungesa e mbështetjes po pengon realizimin e projekteve dhe aktiviteteve të planifikuara, përfshirë edhe hapjen e një qendre ku personat me nevoja të veçanta do të trajtoheshin pa pagesë nga profesionist shëndetësor dhe specialist. Ai tha se deri më tani shoqata nuk ka përfituar asnjë mbështetje financiare nga shteti. I bëjmë thirrje publike kryeministrit Christian Miskolski që nga fillësia e zemrës, nga shoqata e personave me nevojë të veçanta SOS Vita Shkup, që i ka 450 antarë, që nuk dallojmë fe, nuk dallojmë komp. Siç ndihmojnë shoqatat të palës qeter, ne ndihmohet edhe kjo shoqat që është aktive që afër 7 vite. 7 vite asnjëherë nuk kemi pas mbështetje nga institucionet kompetente të shtetit dhe posaçërisht nga komunat, do thotë nga komuna e Çajirit. Ai shpreson që apeli i bërë publik sot të dëgjohet nga institucionet përgjegjëse dhe të sjellë mbështetjen e nevojshme për realizimin e projekteve të planifikuara. Nga kjo shoqat thonë se personat me aftësi të veçanta meritojnë kushte më të mira, trajtim të dinjitetshëm dhe përkrahje konkrete për një jetë më të lehtë dhe më të barabartë.